Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar një sër problematikash të theksuara në funksionimin e shoqërisë trajtimi i studentëve vlorë, duke i rekomanduar masa të menjëhershme dhe në vijimësi për përmirësimin e situatës financiare, organizative dhe infrastrukturore. Një nga shqetësimet kryesore lidhet me gjendjen e amortizuar të konvikteve, veçanërisht konvikti numër 2 i ndërtuar që në vitin 1918, i cili aktualisht konsiderohet jo funksional dhe jashtë standardeve për akomodimin e studentëve. Sipas auditimit, mungesa e investimeve ndër vite ka sjell kushte jo optimale jetese, duke ndikuar drejt për drejt si në cilësinë e shërbimit ashtu edhe në të ardhurat e shoqërisë. Për këtë arsye, rekomandohet që Bashkia Vlorë të informohet me një relacion të detajuar me qëllim sigurimin e fondeve për rikonstruksionin si dhe përmirësimin e infrastrukturës. Në aspektin organizativ dhe financiar, kontrolli i lartë i shtetit evidenton mos përputhje të strukturës së punojësve me aktet ligjore në fuqi, si dhe një sistemi subvencionimi jo të bazuar në dokumentacionin njësifikues, çka ka krijuar vështirësi të vazhdueshme financiare për institucionin. Auditimi i thekson gjithashtu se baza ligjore për subvencionimin është e vjetëruar dhe nuk përputhet me realitetin aktual ekonomik dhe organizativ të shoqërisë, duke kërkuar ndërhyrje të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Arsimit për përshtatjen e saj. Një tjetër problem serioz lidhet me mungesën e mjaftueshmërisë financiare në programet ekonomike të shoqërisë. Sipas të dhënave, institucioni ka akumuluar humbje të konsiderueshme ndër vite, duke arritur në mbi 74 milion lek në vitin 2024. Kjo situatë ka sjellë mos realizimin e investimeve të nevojshme dhe devijim të fondeve nga shpenzimet operative drejt pagave dhe sigurimeve. Për më tepër, buxhetet vjetore nuk janë miratuar nga Asamblea Aksionare, duke shkelur kuadrin ligjor në fuqi. Veçanërisht shqetësues paraqitet edhe gjendja e detyrimeve të prapambetura, të cilat sipas auditimit vijojnë të rëndojnë ndjeshëm financat e shoqërisë. Në fund të vitit të 2024, detyrimet afatshkurtra rezultojnë në vlerën e 56,6 milion lek, ndërsa peshën kryesore e zën sigurimet shoqërore të papaguara në vlerën e rreth 47,7 milion lek. Krahas tyre, institucioni trashëgon edhe detyrimet të palikuiduara për energjinë elektrike, ujin si dhe shpenzimet të tjera të detyrueshme të mbartura ndër vite. Kontrolli i lartë i shtetit e konsideron këtë situatë një nga pikat më kritike të gjendjes financiare të shoqërisë dhe kërkon hartimin e një plani të menjëhershëm për shlyerjen e këtyre detyrimeve, duke i dhënë përparësi në programin ekonomik vjetor. Në vijim auditimi evidenton po ashtu edhe mungesën e procedurave të shkruara për regjistrimin e studentëve në konvikte, çka krijon paqartësi në administrimin e këtij procesi. Po ashtu, struktura organizative dhe niveli pagave nuk janë miratuar nga organi kompetent, por vetëm nga Këshilli Mbikëqyrës, në kundërshtim me ligjin. Një tjetër problematik lidhet me mos miratimin e pasqyrave financiare nga Bashkia e Vlorës, pavarësisht se ato janë dorëzuar nga shoqëria, duke ngritur pikpyetje mbi funksionimin e mekanizmave mbikëqyrës. Në përfundim, kontrolli i lartë i shtetit kërkon ndërhyrje të koordinuar nga institucionet përgjegjëse për të garantuar funksionimin normal të shoqërisë, përmirësimin e kushteve për studentët si dhe shmangjen e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës financiare.